mirëmëngjesi, dashur teleshikues të kanalit dëgjues të radios Klan 92.9 në FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes, i cili sigurisht se edhe shikoni ka gdhirë i vrentur me lagështirë kryesisht, me ta pika shiu shumë pa dukshme fare, por janë ato pika që të bëjnë qull për e vërteti, dhe parashikohet që sot dashur miq që të rregullohet DC modi. Pra nuk është të thënë, si më thënë, do të bjerë intensiteti i reshjeve dhe parashikohet kemi re her mas herë ndo pak diell dhe kjo do të thënë justifikon dhe rritjen e temperaturave sot me 2 gradë të bon krahasuar me dje, duke qenë në nivelin më së normal të muajit nëntor. Dashur miq, me qenë tëra fjala, ne sot jemi e martë, data është 11 nëntor 2025, eksakte ora 7 pa pak sekonda dhe si çdo mëngjesit mos harroni dhe nxitoni dashur miq një orën parë për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Dhe njëherë këtë numrin 069 40 41 003. Ndërkohë, cila është tema dhe për çfarë do flasim ne ditën e sotme, duke dashur të bëjmë një mix, domethënë temash, pra ku në qendër të këtyre temave është gjimnastika e mendjes, që do të thotë e arsyetimit e logjikës. Ne kemi shtruar sot një tjetër pyetje e cila kategorikisht nuk ka të bëjë me politikën sot, por është me nëse. Dhe pyetja është kjo: nëse një qeveri përdor algoritme për të vlerësuar sjelljen morale e qytetarëve, është kjo një vendosje rregullash në shoqëri apo diktaturë digjitale? Pra, nëse një qeveri përdor algoritme për të vlerësuar sjelljen morale të qytetarëve, është kjo një vendosje rregullash në shoqëri apo është diktaturë digjitale? Nëse s'kuptohet më njëherë, e keni të shkruar me titra, si mund ta përtypni paksa, edhe të merrni telefon në 069 40 41 003. Pra, nëse një qeveri përdor algoritme për të vlerësuar sjelljen morale të qytetarëve, është kjo një vendosje rregullash në shoqëri apo mund ta quheni një diktaturë digjitale? 069 40 41 003, duke mos harruar për të falendëruar dhe Zotin i cili na zgjoi edhe në këtë mëngjes. Shijoni kapen, shijoni shiun pse jo, po shijoni edhe këto pamje të bukura. Sa për shu domethënë për shkrythje që kjo kënga. 069 40 41 003 për këdo që dëshiron të prenotoj për temën, e keni tash për të shkruar në ekran. E di që nuk është temë e lehtë për të përthithur, po që punë e madhe fort bëjmë një përpjekje për të kapur logjikën e kësaj teme. Pra, sikundër se e dëgjuat ose e patë dashur miq, nëse një qeveri përdor algoritme për të vlerësuar sjelljen morale të qytetarëve, është kjo një vendosje rregullash në shoqëri apo është diktaturë digjitale? 069 40 41 003. Ndërkohë, telefonata mirëmëngjesi. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Bashkimi nga Tirana. Bashkësi jeti? Faleminderit, ju mirë. Mirë, si pe shkruaj. Ko e vrendur Aldo, tamam vjesht. E do robi, apo ja? E do patjetër. Për temën. Shiko, unë kam jetuar dhe për të ndash unë edhe para 90-s dhe pas 90-s. Edhe sikur i prishëm pak ato rregullat që ishin vendosur në atë kohë, që i quajmë sot diktaturë. Ato ishin rregulla që e formonin njeriu, që e disiplinonin, e futin në rrugë të sjelljeve qytetare morale. Morale, po. Por tani në këtë periudhë, me thënë drejtën, nuk po pyet njëri fare më se si i vendos rregullat, se si nuk i vendos rregullat qeveria, nuk Aldo, çdo gjë fillon që në mëngjes, po që se në mëngjes nuk je për zbatuar ato rregulla dhe ato norma, nuk do të nas në drekë, në darkë, jo. Po si madhe rregullat? Do në kush i vendos rregullat? Por rregullat i vendos vetë shoqëria, Aldo. Shoqëria. Pra, nëse do ishte një algoritëm, do bënte periudhën siç kemi diellën ne vet tani, do ishte një algoritëm për të matur këtë, si quhet, vlerësimin moral të qytetarëve.
Kjo është vendosja rregullash apo diktaturë digjitale? Kjo është diktaturë digjitale, po jo e mirëfillta, jo ashtu. Tani është ose është? Siç thuhet, jo. Ajo ka shanse për të qenë e tillë. Aha. Më kupton? Ajo, të thash, çdo gjë fillon nga familja, që nga familja pastaj Po mirë, dakor. Tjetër muhabet këtu. Ai vendos vetë, të ta bëj pyetje ndryshe. Nëse s'do kishim lek në përdor, po do ishte gjithçka digjitale. Është lirshmëri apo është kontroll? Ajo është kontroll. Ba. Kontroll them. Ti thua kontroll. Pse e thua këtë? Pse e thua këtë? E them kontroll, pse i ke llogaritur të tëra, i ke bërë të tëra llogaritë që ti të kesh aq sa të duan, jo më tepër se sa. Domethënë, jo mund të kesh më shumë, s'ka lidhje ajo. Po. Domethënë, ti shkon bën pazar, merr faturën, që në farë mënyrë je i kontrolluar, sa harxhon, apo ja. Po. Pse i do lekët në dorë ti? Po ç'm duan ose më duan lekët, po tjetër tillë. S'duan lekët. Po pra po. Po ti kem këto unë, por çaj duan lekët, por këtë punë duan lekët. Për të plotësuar ato. Po pra po, pra domethënë që më duan. Si me kartë, si kesh, një lloj për ty. Po i soi më është, po tjetër po qëse është kështu. Okej, në rregull. Po i soi bie sepse s'ka shiko, kur i ke lekët vet, pa ke një farë kështu përgjegjshmërie në kur i ke në xhep. Po më patjetër. Është ajo ndjenja që ti harxoj, mos ti harxoj. Kur i ke në kartë dhe si ke. Kurse kur i ke në kartë me ato që duan edhe hiq, nuk mund të lekë. Nëse s'ka gjë thjesht. Mirë valla. Falenderoj shumë për telefonatën. Shëndet e marsi. Ne vijojmë. Të tjera prenotime presim në shumiq 069 40 41 003. Ta përshëndetësim nervor. Telefonata e mëngjesi. Mirëmjes, përshëndetje. Përshëndetje. Bashkëmi nga Tirana. Amar baç. Jo ndjek. Po si kjo temë besoj se si ta goja aq temë guzimshme dhe aq temë që na duhet neve. Me duhet gjithë botës, se vetëm ne. Pa gjithë, nuk ka gjithë bota kjo si. Jo, po kështu më shkon. I gabim? Nuk e besoj, kur. Nuk e besoj se ne kemi qytetarët kanë lëvizur tash. Po që unë nuk mund të flas sepse nuk do të kthehen në politikë. Jo, më s'ka politikë. Mosha ime për shembull e ka provuar diktaturën. Edhe atëherë lloj çfarë pjell të menja. Shiko, të themi një gjë, domethënë, okay, ti thu diktaturë. Po edhe kështu kaq rrumbullhane nuk shkohet pa ca rregulla më burr. Jo, jam dakord, shumë dakord me këtë fjalën e fundit. Tani një fije floku e ndan tavolinën lokale nga tavolina e lajmeve. Po pse hiki i njomi me fatin më burr? Kjo është po historia kështu ka tregu. Po, alo, unë do të themi diçka. Edhe unë kemi patjetër kur pa jam pak më i madh se ty, po kur bëjmë pushimin e shkollë, pushimin e madh, që gjithë shkollën me vrap ke muri i pavioni 17. Edhe çfarë nuk dëgjonim atje. Edhe sot po i dëgjojmë biles edhe në parlament, o zot i madh. Po mirë. Ajo e mbrëmshme, ajo 3.000, 700.000, edhe një fëmijë klasës 2 nuk. Pa, më po tani kështu ka qenë i themot. Mromi ishte 3.000, 700.000, atëherë ishte 7.9, tani kështu ka qenë. Po, a them edhe diçka tjetër, Aldo? Unë kam punuar në ndërtimin e metalurgjikut. Kishin quar për specializim në Kinë. Tash në më kanë gënjur, po të gënjej edhe unë kështu. Ishte zona atje, shumë të varfëra, shkonin punëtorët në punë, dhe i gavetëm qapë. Po di. Edhe merrnin një garush dhe pilaf edhe i gjethe lakre për va. Ashtu kanë stacionin. Edhe pyet ky, tash nuk kam qenë unë, po e kam dëgjuar. Nga personi që e ka pa. Pa. Edhe i gjethe lakre. Po atë gjethen e lakre të çarshë, mos me zonë skleroza. Çfarë si pjell menja, unë me çfarë po dëgjoj, me çfarë po shohim, që faleminderit shumë që më dëgjoj mua se nosha po flas dhe unë i budalla ikse njerëz jemi, po që nuk jam i dëmshëm. Ta që na kanë dorë janë shumë të dëmshëm. Po çdo që të flas
Pra. Ati jo, ama më qeve men ati e bari hebet. Pa. Falë, rejnë. Pra ti thua që nëse bëhet diçka e tillë, e shef domethënë si vendosi rregullash apo si një diktaturë digjitale. Ka rregullash, më kur pata çan rregulla, kjo është diktaturë, që çati pjellmenja, diktaturë edhe e fmeshme. Mirë ato që do ta provojnë. Se unë jam i moshuar alto. Jo, varet, varet si e merr, sepse kush jeton dhe punon në Amerikë, pak a shumë me rregulla të tilla funksionojnë. Domethënë ti njihesh në gjithë Amerikën me anë të një numri. Po. Unë kam një fëmijë në Amerikë, është 50 vjeç. Ndoshta. E ka thënë, opa, nuk është për bukë, nuk bëhet fjalë për bukë këtu. Po. Nuk bëhet fjalë. Unë me ndershmëri. Nuk bëhet fjalë për bukën e gojës. Po. Edhe Amerika ka rregulla, biles. Për ne po them, i kanë më të fortë. Do të morim shembull nga ato rregulla, po. Ore, vendosin rregullat. Të bëj një pyetje Edhe policinë, edhe çdo gjë. Po ore marrin direkte. Për të ruajtur neve. Ore i çik të ngrej zonën aty marrin policinë telefon, çfarë thotë? Po. Mos ndoshta ky është komunizmi që kemi dashur neve? Apo ja? Po ne me kina, është çfarë bëjmë atë që kriminalë më ato populli është i pjesë e vogël janë ato që hecin me lloj pislikësh. Ne marr vesh. Unë jam i moshuar apo po shkoj 80 vjeç. Po unë nuk kam pas me asnjëherë me vra njëri a me trashëgimi. E qartë, kuptoj. Jam me spionu njëri. Nese më. Shumë folëm. Mirë më ço. Po, bravo. I ke mjesit. Rosh vllai. Hajde të uroj gjithë fëmijët. Telefonata i mëngjesi. Mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Lushi në Fieri. Edhe një më fal emrin? Lushi në Fieri. O Lushi ti. Ti si kalove. Me shëndet. Faleminderit, si ke qenë? Deri tani, jo keq. Por vërtet dashur. Përshëndes. Gjithashtu. Kalofsh i bukur. Faleminderit. Po të bëra rol vllai. Edhe unë falenderoj shumë. Po mirë. Ora është 7:17 minuta. Vjoni miq, vjoni për të prenotuar në 069 40 41 003. Jemi me ngelin ton në Tiranë. Hamodel. Mirëmëngjes Aldo. Mirëmëngjes të gjithëve. Nuk është aq ftohtë, ë? Jo, aq ftohtë, jo. Me shi jemi patjetër, edhe po pushon si Aldo Vreditës. Unë kam larë këtu një batanie dhe kam lënë në balkon Aldo, edhe po thajt e batania i shkret ka 3 ditë Aldo, po nga ky shiu. Po pse do 3 ditë batanie, po? Jo, nuk po thajt, se s'del dielli, ka vetëm shi, sa thajt i çika, jo, bie prap shiu e lart prap. Po më ajo parashikoi do kishte shi. E peti. E di, e vërtet. Po me shiu me lë apo po gjithsesi më pëlqen Aldo, si, nuk e di pse. Jo, marrë, po çkusur ka batania, po dakord. Batania ngeli aty në balkon Aldo, e marr unë. Po, ma the, është 4 herë që ma thonë dhe unë të pyes pse. Si pse? Po e laksiu Aldo, ku ta fus brenda? Se laksiu. Po më ti e di që do binte shi. E di po i kisha larë unë, e kisha vendosur. Jo, çfarë kuptojnë me këtë? Domethënë kur ti për një batani e lë, imagjino me të në gjë të rëndësishme në dorë. Jo, po unë e kisha vendosur, unë e kisha larë batanian para se të fillonte shiu Aldo. 3 ditë dhe kam 3 ditë sot të 4 ai bie që po ri aty. Po çfarë do lash prapë? Sa bën të faj? Po do ta laj prapë patjetër, se kam marr flurin aty patjetër. Po të presim pushoj shiu. E kuptoj. Ç'a punë shtëpi mund të bëj një djalë i ri? Po kur jeton vetëm Aldo do t'i bësh do t'i bësh gjitha. E qartë. Të gjitha ka. Të gjitha nga një çik po. Kur jeton me nuse për shembull? Apo ja rast. Po kur jeton. I çik po. I çik ndimë po patjetër, gota të bëjmë shumë punë patjetër. Ne i bëjmë çik nga halli, po do bësh profesionist i fushës. Keni kështu haber që vlen më? Kam Aldo ja tani. Do të dhafos tani me lajmin e parë. Tani një i ri Aldo i cili ka shkuar në hotel, ka ruar varsen e Floririt brenda në hotel. Dhe patjetër që e ka pasur dhuratë, edhe mos e kishte dhuratë ishte Flori vlen edhe ta marrat varse, po kishte kontaktuar më pas me recepcionistën e hotelit, ishte thënë që kam haruar diçka. Recepcionistja
kishte pyetur pjesën e stafit dhe kishte thënë që asgjë nuk ishte aty. Por në fakt e ka marrë pastruesja Aldo, e ka marrë varsen teksa ka pastruar. Dhe teksa janë hapur kamerat, është parë që pastruesja e ka marrë varsen e ka futur në fantën e saj dhe nuk e ka treguar këtë gjë, por pronari e ka parë nëpërmjet kamerave Aldo dhe ka vendosur ta largojë nga puna. E rëndësishme është që varësia është rikthyer sërish tek i Zotit. Okej. Tani një tjetër lajm Aldo është një përplasje ka ndodhur ditën e dieshme për një parkim. Një këtu në Tiranë Aldo në zonën e 21-shit, një zotëri i cili kishte ardhur këtu rishtar për herë të parë në Tiranë, nuk është se vinte shpesh. Pikërisht Aldo, nga rrethet kishte parkuar përballë shtëpisë të një tironsi, po tironsit e kanë këtu dhe kanë si pronë të privatizuar. Jo të gjitha, po disa këtu e perceptojnë, kanë si pronë të vetën. Po shtëpinë dhe Dibranën çu e kanë? Po mirë, shtëpinë vetën e ka ai, po zonën përpara se ka të vetën, është publike zona përpara. Shtëpisë. E thotë se jo, është parkimi, është dera ime këtu, ti s'do parkosh, po ja thot me tonalitet pak tash, për ai. Po i ka ardhur shpirti më të humbur se azen gjithkohon. Normal. Po janë zonë Aldo. Edhe të vetën nuk e ka ai tani atë aty. Mos është prona e vet. Je një mistret si, Aldo, pastaj kanë nisur një sherë aty nga ofendime për fakt ta kanë kaluar këtu në përplasje fizike, por i kanë ndarë. Okej. Edhe ky problem edhe ai problem. Tani Aldo. Janë këto proteina të tepruara, të cilat marrin të rinj për të formuar muskuj. Mirë, po ato patjetër që kanë një dozë të caktuar, një adoleshent Aldo vetëm 16 vjeç e ka tepruar me këto proteina, duke kaluar masën e caktuar. Po, edhe doza patjetër që ndryshon edhe nga mosha, gjë e cila nuk i ka bërë as pak mirë sepse ka krijuar probleme këtu me zemrën Aldo, me probleme kardiovaskulare të riu. Po. Pasi patjetër që duhet të ketë një dozë të caktuar. Tani, për ta mbyllur, njëri i cili kishte prezantuar familjes vajzën që kishte njohur. Sipas familjes, vajza nuk ishte, ishte me këtu me thonjë të gjatë, me flokë extension, flokë të gjatë, ai është dukur pak ekstravagante familjes dhe i ka thënë që nuk se kanë pëlqyer, i kanë thënë që kjo nuk është vajza që do donim ta silljen në shtëpi, kanë thënë. E kanë kaluar pak kohë dhe i kanë gjetur këtu djalit një vajzë tjetër, e cila sipas tyre është me ndershme, është me rregull, pra me mbledhëri. Dhe i thonë që këtë duhet të marrësh ti, i thonë, dhe jo atë që do ti. Po kush djali tani djali nuk di këtë të bëj sepse duhet nuk merr dot atë që do, për atë që duhet nga familja e vet. Edhe halli mate ka zënë tani në këtë rast. Dgjoj, shoku duhet të thellosh pak të lajme zemra, se këto janë shumë fleta, janë koti, domethënë, këto janë muhabete. Plus që nuk është herë e parë që dëgjojmë. Po mirë, patjetër, po këto janë histori që ndodhin. Po ndodhin, po puna është ti përzgjedhësh. A e diti për shembull? Lajme janë ato. Lajme është ai brenda, lajmin atë. Po ma thuaj. Për shembull, është një dyqan mishi ku njerëzit shkojnë me shumicë. Sot e ka pushim. Ky është lajmi, sepse njerëzit duhet të shkojnë të marrin mish. E po të tregojnë dot se quhet reklam ky po e treguam. Jo, unë e tregova për shembull. Mbara gjë reklam? Mirë, okay, po. Po ja do të marrin vetëm në një gak. Sa më vogël dallosh që po kërkon. Dallosh i arrit të vësh. Dieta. Mirë shoku. Hajde pra, sukseset më të ishme në jetë dhe më gjerë. 069 20 21 003. Shumë mirë. Do ta shëmi që ora eksakte është 7:30 e kusur dhe i bie që të kemi shumë pak momente publicitet për të rikthyer prapë në studio. Nuk vonohemi. Okej, mirë. Ja të kemi përsëri. 069 20 21 003. Ndërkohë që ora është rretemi fiks 8:26 minuta. Vjoni për notimin dashurmiq 069 20 21 003. Vjoni me telefonatën e mëngjesi. Mëngjesi Aldo. Kushini nga Prishtinë. Kujtimi nga Librazhi. A më kujtë? Po, temë interesante Aldo. Algoritmet tregojnë zhvillimin e shoqërisë Aldo. Varet. Për shembull, i përdor shoqëria, i përdorin kompanitë e rrjeteve sociale, tregojnë problemet që ka shoqëria. Për shembull, policia i përdor për shkallën e kriminalitetit. Ato të higjienës për problemet që ka për higjienën dhe kontrollojnë zhvillimin e shoqërisë Aldo, që merren masa që mos ketë probleme. Kjo është në rastin më të mirë, po. Po, në rastin më të mirë që tregojnë zhvillimin e shoqërisë. Po. Turoj gjithë mirë. Për kaq që unë thashë se
Po më bëj pyetje ti, po këtë po them, nuk është diktaturë Aldo, nuk është diktaturë, është vendosje rregulla shoqëria apo diktaturë digjitale? Jo, vendosje rregulla në shoqëri. Vendosje rregulla në shoqëri. Okej, në rregull, rrofsh. Telefonata një mëngjesi. Mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Leda nga Shiaku. Ha, Melida. Aldo, unë mendoj, kjo diktaturë Aldo. Do njëri i ve rregullat vet. Po jo, shu do bëj rumpall fare, si ve ka. Ma rumpall që bë Aldo, më nuk ka. Po mirë, pra ne po me qenë më mirë po themi, dim tonë. Pa e pra, aty mirë, shumë mirë, aty mirë ka bën, as aty ndiqet me rregull shumë mirë, po këtu kene harroj që bë, më kupton. Po pse? Ja, tu fillon nga fillimi deri në fund, nga ato të parë. A kupta, shumë e vështirë kene. Ja shteti mund të bëhet, mund të ketë rregulla, ka tjetër sjellje, ka tjetër morale, shumë ndryshe me ne. Janë shumë ndryshe me ne. Ne kena të vështirë, na vendosi kush rregulla, ne si popull. Se duam atë. Po, ne mirë mund të jetë, po ne si popull nuk duam rregulla. E jena mësuar me kënë. E qartë. Në rregull, motra. Shumë faleminderit që na more. Punë të mbarë. Gjithë mirë. Kështu Muhabeti, ora po shkon në pa 20. Vijoni të dashumiq për të prenotuar në 069 40 41 003 pikërisht në Klan dhe njëkohësisht në radion kombëtare Radio Klan në frekuencën 92.9 sigurisht në FMA. Me telefonat të mëngjesi. Aldo, mirëmjes. Mirë. Po i Shkodrës. Po bënon. Kjo tema është temë super mrekullueshme që ke kapur me fjalë që përmbledh shumë gjëra. Për ne si popull, që na të paktën Brazili jo një arrit me fjalë me një diktaturë theksume, por një popull kur del prej binarëve nuk njeh ligjet, nuk njeh normat jetësore, rregulla. Detyrimisht duhet të hinë një farë diktaturë. A duhet çika? Se nuk e zbaton me shpirt me ka rregullin e ligjit ai që duhet me kanë. Atëherë do të dëroj shteti ose kushdo kjo, merret një shtet e çfarë do të kjo për me vënë një farë diktaturët. Pra duhet një kontroll digjital. Ne marrim vesh çfarë fjala është e domosdoshme. Për 30 vjet që 35 vjet imagjino se çfarë bën atë. E kuptoj. Pra ti mendon që mund të duhet. Unë jam pro. Në rregull, respektoj mendimin. Duroj një javë marsh. Gjithashtu. Shëndet e mbarësi, jemi në Vlorë me figurën e Vlorës. Ha modela. Mirëmëngjes edhe te nga Vlora me një kohë të bukur do ta themi pak e drejtë, por që thuhet se ku nga mes dita mund të hapet. Mrekulation. Por kemi pasur edhe në pjesën e hallave tona që janë hallet të moshës, si rasti e dy vëllezërve, do të njëri prej tyre jeton jashtë, ndërsa tjetri jeton me nënën e tij, pasi babai ka vite që ka ikur. Dhe në fakt djalë që jeton jashtë dërgon herë pas here, po muaj për muaj nga 700 euro për veç beson që ajo merr. Mirë, po në rast të tillë domethënë vllai që vërtetë për atë ja ka marrë lekët dhe i ka shkruar. Në fakt i duheshin disa rroba për të blerë dhe një makinë. Disa të padur 10000 euro me të. Do të gjithë makina dhe ai ngel pa makinë. Okej, Albi i çipak dorë nga ajo mbushte. Sigur ke mbytur atë zërin, ha. Po. Dhe në fakt kur do shkyer i vllai nga jashtë, aty kanë nisur debate, kanë në fund drejtën ajo duhet të kishte ndërë disa lek, por që në fakt nuk kishte lënë djali tjetër, cili kishte dhënë gjërat që i duhet. Po përveç se kemi pasur edhe një debat tjetër ndërmjet një do të jetë një bankiere, në fund të drejtës, se fakti të shkuar në bank për të trequr disa lek, por në fakt kishte një lloj problemi të vogël që edhe bënte problem, po edhe zbënte ta merrte kredit. Po ishte mungesë një dokumentacioni, që në fakt bononte pak në fund të drejtën, dhe zotërisht që në lekë sot, jo nesër. E kuptoj. Dhe pak tjera i kishte një ofertë shumë të mirë, i kishte që shiko se po të kollitesh ti edhe mund ta marrësh kredit. Domethënë që po të japësh me 1 lek edhe mund ta marrësh atë kredit. Ne presim dhe përmes dokumentit. Ti me lekën sot dhe nesër na dokumentin, nuk na prish punë. E kuptoj. Po aty kanë një debati, ka thënë po unë vi për të zgjidhur hallin tim, nuk do vi të merrem tani të japë 2 lekë. Kjo është e gjitha. Dëgohet keq, Por veç sa i kemi pasur dhe një tjetër, një debat tjetër ndërmjet 2 grave dhe që kanë ndodhur vetëm në përfatin se kanë qenë në debat në lokal me njëra tjetërën duke debatuar.
por në atë moment sa po ka hyrë një djalë I cili ka qenë ish I një shoqes së tyre dhe aty ka nisur ai jo debate, thënë drejtë, por ka qenë një lloj bisedimi duke I thënë po ky si e traftoi atë shoqen ton, por e bukur se nuk e kishte traftuar me një vajzë tjetër, por me një mashkull. Ama tani. Dhe tani sipas bisedës që dëgjova, ku do të bien to hallet ty më burr. Po çfarë të bëj tani? Do I mundohemi të zgjidhim nga ata. Qartë. Edhe aty ishte ajo lloj bisede domethënë, të si e bëri këtu, po më mirë me një temë se sa me një mashkull dhe gjithë biseda mbyll që nuk e bes tyre meshkujve të sotëm. Nuk e ke bes meshkujve të sotëm. Mirë më Flori. Sukseset më të ejshme në jetë. Shumë faleminderit. Asgjë. Vjojmë. Të dashumin që vazhdoni prenotimin tuaj tham në 069 40 41 003 pikërisht në Klan dhe njëkohësisht në kombëtare Radio Klan në frekuencën 92.9 në FM. Me telefonatën mirëmëngjesi. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjesi. Okej. Kush jeni nga Prishtinë? Toni. Më falë dhe njëre men? Toni. Toni ama. Shumë zemë dhe. Mirë si ti? Mirë. Aldo. Po. Rregulli është kompleks. Liria është shumë e shenjtë, Aldo. Për atë që e vlerëson. Sigurisht. Ne jemi shoqëri e dobët, Aldo. Na kalon diktatura 45 vjet, diktati është shumë I tmerrshëm për popujt. Në çdo vend, jo këtu. Edhe në Kafsh diktati është I keq, edhe te Kafshët, jo motë njerëzit. E qartë. Por në Shqipëri nuk e respektoj, domethënë lirin e quaj një pjesë që kanë kulturën, ne s'kemi kulturë si popull Aldo, pak me kulturë të mangët. Lirin quajmë që domethënë që është publike, është edhe e jona, ajo është e të gjithëve. Po sigurisht. Edhe nuk ka shërnoja, ndërhyrja politike në rregulla caktuara, skëterë. Ka jonë shumë mod pa kulturum politika se sa njerëzit. Njerëzit shqiptarët janë popullin më I mirë në botë. Po diskutoshme. Mos e bindur. Jo se jam unë shqiptar. E qartë. Por jemi. Por ndoshta politikanë tanë kanë bërë bajat. Jemi realist, Aldo. Po jo, domethënë se po ikim nga tema që po flasim, të kam hallun. Po. Rregullat në Shqipëri duken sikur diktat, kupton? E kuptoj. Këta që predispozohet të zbatojnë rregullat, ai thyn vetë të parët. E qartë. Kupton? Kështu që duhet një gjë e tillë thotë. Jo, unë jam te liria është shumë e shenjtë, Aldo. Po është më kështu, domethënë këto janë llapet përgjithshme, këto e di, pa diskutim që po. Po çan ndodh konkretisht, domethënë, nëse një qeveri domethënë nëse një qeveri përdor algoritme për të vlerësuar sjelljen morale qytetarëve, është kjo vendosje rregullash në shoqëri apo diktaturë digjitale? Si mendon ti? Këto I bojnë edhe shpërlarje trurit Aldo. Po më kur e varin njerëzit trurin tela, normal që do shplajnë. Ç'e kujtove? Tani normale. Bravo, je I madh. Mirë, tonë, të falenderoj shumë vllai për telefonatën. Rrofsh. Telefonata e mëngjesi. Përshëndetje Aldo. Përshëndetje. Respekte për Shkodrës. Respekte. Ka vjet që ju njeko. Ka shumë vjet. Shumë vjet o bën, po. Respektet më të mëdha. Për temën dhe që jam të një, këta telefonusit të fol, po më duket se liria e tepërt këtë në Shqipëri ka kalun shthurje Aldo. Vërtet lirin gjithkush e dën. Po liria në Shqipëni është shthurje Aldo. Tani çdo gjë tepërt është shthurje Aldo, e kanë kuptu shthurje. Në prej mendolme në mosh 60 vjeçe. Në prej mendolme prej një sistemi. Një sistemi që është burgosërit nuk e kanë jetu Aldo dhe betohen. Nuk e kanë jetu si e kena jetu në Aldo. Tani, domethënë, përderisa e mbajtëm gati 50 vjet. A 45 sa ishin? 60 Aldo. Po 60, në rregull. Tani domethënë ti ishe popull tjetër, do ishe shuqi përpara. Po. Nuk u shkon deri në palc, pastaj kujtohen.
Me gjënonën, Aldo. Po në gjë... Edhe fëmijëve të mi. Alo, sot i na këshillat që kena kalu dikur. Po mirë, normal çdo gjë. Të rreziqet që po kalojnë sot nuk e kanë kaluar herë, Aldo. Po normal më. Ka kanë shteti, Aldo. Ka kanë puna, Aldo. Dikur i ka dënuar burgosonit, po kur kanë dalë prej burgut i ka fut pret në atë institucion ku kanë, se kanë ardhur mirë edukum, Aldo, prej aty. Po thua për Shqipërinë? Në gjë pa për Shqipërinë. Po flas për Shqipërinë. Aldo, respektin më të madh për ti. Mirë, më të, se di. Tani Shkodrani thot për këtë, pa çudi më duket. Mirë, jemi në Durrës me dhuratën. Po dhurata. I Durrësit, atëherë po nisme informacionet e para, ku në fakt kemi të bëjmë një lajm ku një zonjë prej familjarëve që jetonte aty në shtëpi, herë pas here humbin lek dhe mendonte që ja marrin familjarët pas s'ka kujt ja vërgishte. Dhe çfarë bëri për të ruajtur për ato para, i vendosi poshtë qesës së koshit të mbeturinave. Mendoi që do t'i vendosë ashtu, pa ajo të vendosë qesën lekët pas mbeturinave. Dhe kur i ka hequr, i ka hedhur në kosh, pastaj i është dashur domethënë të nesërmen që të kontrollonte gjithandej sepse mendonte që mund të gjente, nuk do ishin boshatitur koshë, por i humbi ato para dhe lehtësisht ishte mbi 4.000 euro. E kuptoj. Tjetër? Një tjetër gjë pastaj Aldo ka të bëjë me një zonjë, në fakt jetonte në kunatin e saj dhe kunatën. Pasi bashkëshortin e kishte jashtë shtetit, mirë, po çfarë ka ndodhur Aldo, e kanë rrahur që të dy. Jo. E kanë rrahur. Jo. Pasi Zebe. Po për zotin e madh. Çfarë thotë? Pasi, po. Nuk u ka dhënë, pra nuk u ka dozuar gjithë rrobën që ajo merrte. Tani ai tek gjithë do mbante për vete dhe të tjera do t'i jete aty patjetër se hapi. Qartë. Po që një herë, dy herë, tre herë, pastaj përfunduan ku unë thash dhe kështu që zonjës Aldo i dashur të largohet nga ata familjarë, por që është mes rrugës momentalisht, sepse nuk ka gjetur ende një shtëpi. Okej, tjetër? Një tjetër gjë pastaj Aldo ka të bëjë me një zotëri, vendosi që grua e tij i bën të surprizë, pra të mbyllte flokët, por nuk mendoi anën tjetër negative që ku i gjetë ti këto para, të mbolle flokët sepse ne jemi mos pakeq në shtëpi. Ne një qetë zonja, derisa zbuloi që kjo zotëria ishte dikë. Ka një të dashur që e ndihmonte me para. Dhe çudia më e madhe është se pasi ka zbuluar kush ishte zonja, e ka hequr dhe i ka thënë merri dhe për mua se dua të bëj këtë, dua të bëj këtë. Pra e ka vënë në vështirësi bashkëshorti dhe i ka kërkuar para që t'i pari zonjës së fjalës. E kuptova. Mirë, mi zemra, rrofshe qofsh. 069 40 41 003. Mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Kujtimi. Kujtim si e bë? Mindje? Me. Urdhëre dashur. Jo, dua të përshëndes atë. Nuk ka përshëndetje vëlla, në këtë emision është emision tjetër. Telefonata e mëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Mirë, a? Mirë, ju vaj kush jeni? Mirë. Marku. Mark si e? Mirë. Meshnet? Mirë. Qyqy, hama Marku? Mirë. Valit. Qa? Valit. Se marrë veç atë. Ha? Së të kuptoj qarë thua, dhe njerë lutem? Valit. Se marrë veç. Ha? Se kuptoj qarë thot. Kush e di? Provo edhe njerë ndoshta mbasin e babaki. Kush e di qarë është? Mirë, sa është ora? Ora është... ka kaluar? Bo. Mirë atëre. A bashkë bëjmë i gati për shumë pak momente të dashumi që publicitet. Vijoni për të prenotuar, tham, në 069 40 41 003. Pikërisht këtu në Klan dhe njëkohësisht në atë komentare të Klan në frekuencën 92.9 sigurisht në FM. Shumë pak publicitet dhe nuk vonohemi. Okej, ja të kemi përsëri dashumi që live të nga sheshi nga Bulevardi Dëshmorët e Kombit. Jemi në studio me në një tjetër moment. Dje
dje ka qenë dita ndërkombëtare e shkencës, një ditë që kujton se kërkimi shkencor nuk është thjesht laborator dhe formula, nga ato që kemi bërë në shkollë, por forca që shtyn njerëzimin përpara nga udhëtimet, domethënë në hapësirë deri tek ajo që ne po prekim tashmë me dorë tek inteligjenca artificiale, që po ndryshon ndoshta edhe mënyrën se si ne mendojmë. Dhe pikërisht për të ne kemi të ftuar në studio Mimoza Atizin, astrofizikanen dhe pedagogen e dashur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kësi. Zysh Moza. Zysh Moza, se teksa diskutonim kemi Zysh Mozën nesër. Këtë po mendonim. Domethënë po jetojmë mes paktën brezi ynë, mes zbulimeve dhe falë themi rrjeteve sociale i marrin vesh shumë shpejt. Edhe herë na duket sikur është një dyndje aq e madhe e këtyre zhvillimeve teknologjike dhe zbulimeve saqë çka ka ngel pa u zbulu. Domethënë, cili është zbulimi që këtë kohë e fundit që ne ndoshta nuk e dim, që i kalon vetë shkencëtarët pa fjalë, pikërisht këto vite. Së pari desha të them që ky ka qenë viti i teknologjisë kuantike, i shpallur viti botror i teknologjisë kuantike, dhe këtu në këtë zonë kemi zbulimet më spektakolare në këtë fushë, por nuk janë shumë popullore sepse mekanika kuantike ka të bëjë me mikrobotën edhe nuk është diçka që e ndeshim në jetën e përditshme, por është në gjithçka që përjetojmë jetën e përditshme. Për shembull, pak të shkencë nuk do të kishim mundësi as sot të lidheshim bashkë edhe as me publikun, sepse gjithçka, gjithë teknologjia është e mbështetur në këtë shkencë. Dhe kuantike. Dhe ky ka qenë viti i saj, sepse ishte 100 vjetori i themelimit të kësaj shkence, dhe pas 100 vjetësh, kjo shkencë ndonë se nuk është popullore, po them, dhe ndonë se është krejt kundër intuitës, sepse zbulimet e mikrobotës janë krejt ndryshe nga ato çfarë përjetojmë ne, dhe megjithëse kanë kaluar 100 vjet dhe gjithçka është e konfirmuar, prap kanë met enigma të jashtëzakonshme përpara. Dhe prandaj ky vit i është përkushtuar që edhe njerëzit të dinë se zhvillimi i shkencës po kalon përmes enigmash që ne nuk i njohim, por i përdorim për interesat tona. Dhe kjo është një gjë shumë e zakonisht njeriu, domethënë, informohet nga zbulimet shkencore që i hynë në punë. Domethënë, siç janë fjalëvjen inteligjenca artificiale ose ChatGPT-a, si quhet ajo. Por diku nuk e di, ndoshta kam gabim, por kam lexuar që çdo gjë në këtë jetë është matematikë. Absolutisht. Sikur merr edhe një gur. Që kaq, ti ke një kurb që përshkon guri, ke një forcë shtytse, forcë shfërkimi, çfarë më mendon nga gjimnazi. Po. Gjithçka është fizik faktikisht. Por matematika është një mjet i cili shërben fizikës që atë çfarë ka natyra ta japin përmes ekuacionesh. Edhe muzika është matematikë. Është fizik paraprakisht, sepse që të kesh muzikë duhet të kesh tingullin, dhe tingulli është një ngacmim që përhapet në ajër, prodhohet nga një diçka që ngacmon ajrin edhe vjen në shqisat tona, dhe kjo është studiuar, është një nga drejtimet më të hershme të fizikës. Dhe matematika në këtë rast shërben që atë çfarë ndodh në natyrë ta përkthej në ekuacione. Dhe është shumë fantastike kjo dhuratë që na ka bërë natyra, që ligjet e saj ne të mund t'i shprehim përmes numrash, se numrat i kemi shpikur ne, kurse natyra ka ligjet e veta. Dhe fakti që ne ligjet e natyrës i shprehim përmes numrash, përmes ekuacionesh, dhe rezultatet e tyre përputhen jashtëzakonisht mirë me rezultatet që jep natyra, kjo është një diçka fantastike që çdo shkencëtar, edhe emrat e mëdhenj për shembull, gjithmonë e kanë quajtur si një dhuratë të natyrës. Dhuratë të natyrës. Që ne, domethënë kjo është një portë që ne na thot natyra, po, ju mund të më njihni. Dhe ne njohim përmes matematikës. Gjithmonë kanë qenë kurioz dysh për sa i përket muzikës, domethënë, si ka mundësi që muzika arrin të ndikojë në gjendjen tënde emocionale, në shpirtin tënd. A sa kam arrit përfundimin thellë që them, muzika duhet shitë farmaci, praktikisht. Një muzikë e mirë të ndron ditën, të ndron, pra dorim të tingulli. Absolutisht. Muzika, letërsia, poezia. Patjetër. Po për ne të shkencës edhe ekuacionet janë një lloj muzike. Energjia që lëshon, domethënë një njeri, që transmeton një njeri dhe ajo ndikon pa diskutim. Në jetën e përditshme. Gdhihemi shpesh herë, domethënë duke parë këto rrjete sociale, dhe dashur pa dashur merr goxha energji të keqe nga ajo.
ç'a ndodh, lexon lajme, lexon tituj, lexon kështu, dhe shef foto, shef gjëra, dhe themi ne pse jemi kështu kaq të përzitur. Ndoshta mund ndikojë edhe kjo, ajo lloj energjie që ne marrim që pikë mëngjesit. Po. Duke parë bullë dhe butëlliqesh. Padyshim, edhe më vjen keq që kjo rrjetet sociale, pra kjo mundësi e jashtëzakonshme. Po, e kam fjalën që kjo mundësi e jashtëzakonshme që teknologjia dhe shkenca i ka dhënë njerëzimit të komunikimi menjëhershëm edhe e drejta e fjalës së gjithë secilit që të dëgjohet prej të tjerëve, më vjen keq që nganjëherë po shërben që të kaloj mesazhi jo i vërtetë dhe mesazhi negativ. Por këtë do ta zgjidhin njerëzit vetë, këtë nuk mund ta zgjidhë shkenca. Pra njerëzit vetë do të arrijnë të selektojnë, do vi patjetër një moment që njerëzit do të arrijnë të selektojnë që përmes që ta bëjnë në ditën më të bukur të arrijnë të përzgjedhin mesazhet më të bukura, muzikën më të bukur. Para çfarë brezi bie tjetër. Jo. Në fakt njerëzimi ka pas sfida për herë, po marrim historinë qysh në fillim, edhe gjithmonë ka zgjedhur rrugën pozitive, sepse ka qenë rruga mjetesës së tij. Kështu që unë besoj kjo ishte një bombë, jemi shumë herët për të thënë se çfarë do ndodh, por duke parë historinë mijëravjeçare të njerëzimit, unë besoj, gjithë besojmë se patjetër do gjendet rruga më e mirë për të përfituar nga kjo mundësi që na është dhënë, po për të përfituar pozitivisht, jo negativisht. Pa diskutim. Tani, çfarë zbulimi të fundit në fizik pritet të ndryshojë jetën tonë përditshme në vitet që vijnë? Ka në zbulim apo jo? Ka, domethënë fizika është fizika fundamentale, të themi ajo e mikrobotës, CERN për shembull, që është një strukturë gjigande që prodhon fizik të vërtet, pra prodhon shkencë të vërtet, është astrofizika, pra fizika universit që edhe ajo prodhon njohje të vërtet, dhe ndërmjet tyre ndodhet ajo fizika e përditshme, e cila prodhon gjithmonë, për shembull nanoteknologjitë sot janë shkenca e ditës, sepse ato lidhen drejt për drejt me të mirat e materiale shëndetësore, të biologjisë, pra gjithçka që ne kemi. Edhe me komoditetin. Me komoditetin, me shëndetin, me gjithçka. Këto përfitojnë nga fizika fundamentale, sepse nuk mund të zhvillohen pa fizikën fundamentale, por pastaj ato zhvillohen në mënyrën e tyre, në dobit njerëz. A ka një eksperiment që edhe vetë fizikantët nuk e kuptojnë plotësisht pse funksionon? Absolutisht ka. Dhe kjo është sfida e këtij shekullit, besoj, vjen pikërisht te kjo mekanika kuantike që ju thash. Është një veti që kanë mikrogrimcat që nuk është e pashpjegueshme në mikrogrimcat, grimcat e vogla të mikrobotës, pra asaj botës që ne nuk e shohim direkt, por nga e cila jemi të përbër. Ka disa veti që intuita jo nuk i pranon fare, dhe për këtë ka pas debate të jashtëzakonshme gjatë gjithë historisë. Emrat më të mëdhenj të shkencës, si Einsteini për shembull, nuk e kanë pranuar këtë veti, kanë thënë që nuk është e vërtetë, por të gjitha eksperimentet më të fundit të shekullit ton tregojnë që kjo veti është e vërtetë, kjo ekziston. Dhe ne duhet të kuptojmë diçka, që ne jemi një qenie, truri jonë është një organ i cili është adaptuar në makrobotën, pra në botën e përmasave që ne shohim, të metrit, sekondës, dhe duhet pranojmë që nuk është faji mikrobotës që nuk e kuptojmë, por është faji i jonë që ne jemi formuar në një botë tjetër. Dhe gradualisht brezat e ri do të adaptohen me këtë mënyrë, sepse do ndeshen përpara kësaj vetie që do bëhet për herë më e përditshme, dhe pastaj ata do të ndryshojnë. Për shembull, unë e shoh me studentat e mi, vite të shkuara kur ja shpjegoja këtë veti, kishte një farë kështu hutimi, kurse tash shoh ndonse kanë kalu 10 vjet, 20 vjet, ndoshta është perceptimi i gabuar nga ana ime, po mendoj se ata nuk shokohen më. Sepse nuk shokohen më nga disa gjëra që brezat e kaluar shokohen. Dhe informacioni ndoshta është më i bollshëm tani. Po, lexoj kudo. Por rritet një brez që domethënë e quajnë krejt normale që njeriu ka shkuar në hën. Ndërsa një brez përpara, wow, ishte wow. Ndërkohë, ne na linë drejta të pyesim sa afër jemi të kemi robota që mendojnë si vetë njerëz, apo është utopi? Që mendojnë si njerëzit. Vetëm procesit menduari, sepse kjo... Sa reagimi është
Koscienca jon, do të thënë truri jon ka shumë funksione. Në disa gjëra në shpejtësinë e reagimit, për shembull, inteligjenca na ka kaluar, sigurisht ajo është e formatuar për një diçka të tillë. Por që të ketë funksione të tjera, për shembull, ne kemi ndjeshmëri, ne dallojmë të ftoftën nga nxehta, ne kemi uri, ne kemi frikë e tjera. Kam përshtypjen që këto cilësi që ne i kemi as nuk kanë për të tentuar që të zhvillohen ndonjëherë te ky objekt që është inteligjenca artificiale, se nuk i shërben askujt. Kështu që ajo do të jetë një, si të themi, një objekt me disa kapacitete të trurit ton që do zhvillohen shumë dhe kapacitete të tjera që s'do të ekzistojnë fare. Pra do të jetë një qenie që asnjëherë nuk do t'i parafrohet njeriu. Qartë. Po nuk e di ku lexova, a është e vërtetë që është ndërtuar një diell artificial? Do të thonë që ka energji të pafundme apo janë sajesa? Diell artificial, në qoftë se po. Ose ke termin kështu diell, po? Jo, po ju them unë që ka shumë përpjekje, sepse në diell ndodhin disa reaksione që japin këtë nxehtësi kolosale që lëshon dielli, që është shumë i pastër. Bashkohen hidrogjeni është pjesa e ujit, domethënë është elementi më i përhapur në elementet më të përhapura në natyrë, bashkohet hidrogjeni dhe jep helium. Dhe ne do të kërkojmë, ka dekada që kërkohet që në kushte toksore ne të arrijmë që të bëjmë atë energji që prodhohet në diell, pra të kemi mundësi që të bashkojmë dhe ne hidrogjenet, të japim helium, atëherë energjia jonë do të ishte pafundësisht e madhe, sepse hidrogjen ka kudo. Kjo është një teknikë shumë e vështirë për të realizuar, sepse dielli e realizon, ka ekuilibër, se këto procese që ne duam të realizojmë në kushtet tona na dalin jashtë kontrollit shumë shpejt, kurse dielli kontrollon. Por ndoshta brenda këtij shekulli dhe mund të arrihet. Dhe ne do t'i themi dielli artificial. Dielli me pult. Nuk e di nëse është e vërtetë apo jo, ndjes për kuriozitetin dhe për pyetjen, po domethënë unë jam si gjithë njerëzit e tjerë që lexojnë diku dhe bëhen kurioz dhe pa pasionuar as pak të dinë nëse është e vërtetë apo jo. Ka shumë për shembull tërmete sot që flitet si stimulohen. Me dëgjume kam. Jo. Ret po ashtu, domethënë janë ndoshta bile në kinë të kanë thënë që ret janë stimuluarin çik. Ret po, sepse ret mund të ngacmohet atmosfera për të prodhuar re, sepse ret janë të përbëra nga pikla uji. Në një motë me goxha thatësirë, njeriu mund të stimulojë të sjellë ret ha në udhëllin sa shik. Ndoshta në zona të vogla. Jo kaq banale se them unë, apo? Po, por edhe mund të bëhet. Re artificiale mund të bëhet. Të tilla? Eksperimente mund të provojnë. Unë kam një studentin tim që ka një faqe që bën eksperimente, ai kishte bërë një eksperiment se si të bëjmë një re në kavanoz dhe e kishte shumë të suksesshme, sepse kishte mush një kavanoz me gjysmë me ujë të valuar, i vuri kapakun, pastaj futi pak dioksid karboni e diçka futi aty dhe këto molekula shërbyen si qendra për të pikëzuar ai avulli aty dhe krijoi ret. Pra ky është një eksperiment fare i thjeshtë që bëhet edhe në kushte shtëpiake. Kurse për ta komanduar si proces është i mundshëm në atmosferë. Kurse tërmetet tërmetet janë lëkundje që vijnë shumë më thellë nga toka dhe duan energji të jashtëzakonshme për të ngacmuar. Kështu që ne as kemi interes, as nuk e kemi energjinë për ta bërë aktualisht. Ndërkohë, nuk e di nëse ju ka rënë juve rasti, po unë vetë kam lexuar që dekadën e ardhshme ose diçka e tillë e afërt do bëhet udhëtimi në hënë, do bëhet me turist. Po, ka filluar, është projekti që hënën ta kthejmë. Po, në qoftë se 50 vite më parë hëna ishte një objekt për tu eksploruar, tash që ne e kemi eksploruar, është shkelur edhe gjithçka, edhe tash hëna është kthyer në një zonë interesi. Madje ka konkurrencë për ta pushtuar, siç ishte dikur që pushtua Amerika nga europianët, tash është ajo konkurrenca për të kapur hënën. Po çfarë mund të duhet njerëzimit hëna, po? I duhet për të edhe për efekte studimore, sepse ka shumë eksperimente. Jo shkencëtarëve por njerëzimit për çfarë i duhet? Edhe njerëzimit i duhet, nëse duam të shkojmë për shkak tentojmë të shkojmë në Mars, do të jetë shumë e kollajshme, domethënë të shfrytëzojmë
pozicionin e hënës. Dhe kjo është rrjedha e natyrshme e njerëzimit. Njerëzimi ka treguar që nuk rri dot pa pushtuar. Në fillim kemi lindur në Afrikë, siç thuhet, pastaj u pushtua gjithë globi. Tashti s'ka më, këtu çdo centimetër katror është i zënë nga njerëzit dhe me këto aftësi që kemi është e pamundur që ta ndalim këtë tentativën e njerëzve për të pushtuar fillimisht sistemin diellor dhe pastaj nuk e di se çfarë do japin shekujt të ardhshëm. Ndërkohë, meqenëse përmendëm Marsin, a është e mundur që të ndërtojmë vërtet stacione banimi afatgjata në Mars me teknologjinë që ne kemi tani? Mund të ndërtohen, por është shumë e vështirë për të bërë, sepse që të shkojnë njerëzit mund të shkohet me robot është shkuar në Mars, edhe robotët po kryen ato robotët roverat për shembull të NASA-s që janë në Mars, po kryen shumë mirë misionet për cilët janë ndërtuar. Por për të shkuar më tutje nuk ka asnjë pengesë teknologjike, vetëm se duhet ka shpenzime të jashtëzakonshme. Edhe duhet menduar që çfarë të bëhet. Sepse ju shihni edhe në Amerikë për shembull shumë fonde po reduktohen fondet të shkencës, kështu që me këto fonde duhet menduar se cila do të jetë ajo dëshira më e mirë për të avancuar. Ndjes për pyetjet, po që kemi lexuar për shembull për teleportimin. Teleportimi. Do sa larg jemi ne nga kjo ëndër? Tashi teleportimi është një ëndër faktikisht e paanalizueshme. Të gjitha ëndrat kanë qenë, po që janë bërë. Por pikërisht me këtë që ju thash, mekanikën kuantike, është kjo ajo veti që ka mikrobota që ne nuk arrijmë dot ta kuptojmë. E ka këtë aftësinë të themi të teleportimit pra grimcat, se çfarë ndodh kur dy grimca të vogla mikroskopike ndahen me njëra tjetrën, çfarë i ndodh asaj që mund të jetë me mijëra kilometër larg me njëherë ndjen kjo tjetra. Tash kjo është një diçka që ne nuk e pranojmë, ne njerëzit se nuk na ndodh, kurse në mikrobot ndodh. Deri tani kemi dëgjuar te nëna dhe fëmia. Këtë lloj, domethënë, jo kaq shuë, jo kaq fizike, jo kaq po diçka shpirtërore, pra domethënë kur i ndodh diçka një fëmijë ndjen nëna që është me mijëra kilometra larg. Ndoshta është e sajuar, po që ka një lloj shpjegimi kam përshtypjen. Edhe në rastin e nënës me fëmijën edhe mund të ketë diçka. Edhe mund të ketë diçka të vërtetë se një nën gjithkohon jeton me se çfarë bën fëmia dhe duke ditë se çfarë bën edhe mund ta parandijë rrezikun. Janë dy grimca që kanë qenë një trup i vetëm kanë qenë. Po. Me të logjik funksionon dhe kjo ndoshta. Do në gjithë marrin vesh e interpretojmë në këtë mënyrë. Në këtë rast më erdhët në fakt paksa në një subjekt që unë kam trajtuar në një libër që kam shkruar tashti dhe është pikërisht kjo gjë, ju pa dashje e prekët. Pra nisur nga kjo. Jo edhe aq pa dashje. Jo edhe aq pa dashje. Okej, sepse edhe grimcat e dritës e kanë këtë veti kur janë binjake dhe largohen, pra ata ndjejnë njëra tjetrën edhe unë jam përpjekur që ta transferoj këtë në histori njerëzore, këtë veti që ka mikrobota. Një më ndodhë, shpegohet kjo, po ne shpegojmë si popull, që nuk marrin vesh as nga shkenca, edhe të paktën brezi im ka bërë një çik fizik me thënë drejtën, ajsa ishte serioze në gjimnaz, po tani brezat që vinë nuk e di sa të. Jo, brezat e tanishëm me thënë të drejtën bëjnë jashtëzakonisht keq fizik, po kjo është një çështje që s'dua ta them edhe sepse tham në mëngjes do japim mesazhe pozitive, por kjo që po diskutojmë është një problem i aktuali i shkencës aktuale dhe është e pamundur që të bëhet në fizikën e gjimnazit. Pra vetëm mund të trajtohet përmes romanesh ose gjërash të tilla, jo të jepet me ekuacione sepse është shumë i vështirë. Po më thoje për një libër tuaj? Po, është pikërisht ky, pra, e ka emrin Drita dhe është pikërisht i kushtohet dritës, që është dukuri e natyrës fantastike që kërkush nuk do ta mendoj se si do të ishte jeta pa dritën dhe
unë kam qenë e fokusuar në shumë të vërteta që njerëzit tashmë dinë për dritën, por edhe në këtë veti shumë spektakolare që kanë grimcat binjake, të themi, kur largohem, dhe jam munduar ta transferoj tek njerëzit edhe rat dhe ju tek ajo ideja ime, nënës me fëmijën. Megjithatë, njeriu vetë është kurioz, domethënë nxitur ndoshta nga filmat, nga leximet ose edhe nga dokumentarët e Netflixit që janë një kryevepër. Ka jetë në Mars? Jetë aktualisht nuk ka, po ajo që kërkohet të dihet është a ka patur jetë në Mars. Edhe ka gjasa që mund të ketë patur, sepse dikur Marsi ka qenë më i nxehtë se sa është sot, sepse sistemi diellor ka qenë më i nxehtë dhe pastaj është ftohur, dhe ndoshta dikur para miliarda vitesh Marsi mund të ketë patur kushte shumë të mira se sa toka për të zhvilluar jetën, edhe kjo është një nga tentativat e kërkimeve në Mars për të kuptuar a ka gjurmë të një jete, se imagjinoni, në qoftë se para 1 miliard vitesh që këtu nuk ishte, qelizat e para ndoshta kishin krijuar atje sikur të ketë pasur jetë, edhe mund të ketë imagjinoni të ketë pasur jetë edhe inteligjente, edhe pastaj është tofur, është shtor, janë bërë kushtet krejt favorshme dhe të ketë qytetrime që zhduken, për shembull. Kjo edhe mund të jetë e vërtet. Dhe në qoftë se ka ndodhur kështu, ne duhet që ta zbulojmë, duhet që ta dimë, është në genin ton për ta kuptuar se çfarë ka ndodhur rrothull nesh. Edhe një pyetje kurioze. A mund ta themi po, ka UFO? Ajo që mund të them është që jo, nuk janë UFO, evidenca UFO-sh nuk ka, pra nuk ka fakte që UFO-t ekzistojnë. Absolutisht. Por me gjithë dëshira jone e brendshme është që të ketë, nuk e di pse. A ka jashtëtoksor? Jashtëtoksor atë po kërkohet, edhe dëshirën e kemi. Por UFO-t është ideja që jashtëtoksor që kanë mbritur tek ne në tokë, kurse se kështu janë objekte të pa identifikuara. Kurse jashtëtoksor ne po i kërkojmë, dhe ndoshta kjo duhet thënë tashti që po flasim që nga subjektet më spektakolare të shkencës së këtij shekulli është zbulimi i jetës përtej sistemit diellor. Dhe janë bërë hapa gjigande, sepse u bë një 30 vjet që është zbuluar planeti i parë jashtë sistemit diellor, dhe sot numri i tyre ka arritur në 8000. Njohim 8000 planete, po, dhe është një numër që rritet në mënyrë eksponenciale, dhe ne jemi në fazën tashti teknologjia, teleskopët hapësinor që janë në fazën për të shqyrtuar atmosferën e atyre që janë më të përshtatshëm për jetë, dhe për të kërkuar nëse ka gjurmë jetë në atmosferën e tyre. Ky është parafrimi që bëjmë ne njerëzit, se ne nuk kemi në gjendje, nuk kemi anije të tilla hapësinore për të shkuar planet në planet për të parë se çfarë ka atje. Por e marrim përmes dritës, e marrim informacionin. Si është puna, ne, domethënë, Brezi Impact ka qenë e shifte si një prej momenteve më të gëzuar dhe më të habitshme, më të veçanta, pikërisht këto lloj informacionesh. Pra, një person më i rritur që na thoshte tilla gjëra. Dhe kjo ishte arsyeja që ne menduam të bënim një bisedë në mëngjes, nëse nuk është momenti i duhur për biseda të tilla, por që për të nxitur më tepër njerëzit dhe për të parë jo thjesht tek chat GPT-ja si quhet kjo, jo thjesht aty, po në një botë tjetër ku ëndra dhe fantazia mund të lundrojnë pa frikë. Ne vërtet se njohim këtë shkencën, këtë fizikën kuantike që thoni ju, po që me fantazi ne arrim të shkojmë dhe përtej. Dhe është pikërisht kjo fantazi që ndoshta ka shtyr botën përpara. Dhe është pikërisht kjo fantazi që me dyshime them nëse e kemi apo se kemi më të brezat që po vinë. Domethënë Brezion s'ka pas shumë mundësira nga çkan tani, dhe kjo ndoshta ka nxitur pak fantazinë e cila ka shtyr shumë të rinj dhe të reja në atë kohë të Brezit tuaj për studiuar për fizikën ose matematikën apo shkencat që tani ndoshta e thonë me aman kush ristudion. Kështu është. Edhe kjo është një lloj nxitje, ne kemi bërë shpesh herë dhe thirrje për të regjistruar nxënësit në fakultetin e shkencave të natyrës. Kemi bërë disa herë qoftë tek Universiteti i Kamzës. Pse jo? Dhe kemi gjetë të lloj mënyre, sepse vetë ne kështu rritëm me kuriozitet. Nuk e di sa kurioz janë brezat. Ndoshta kjo bisedë edhe i ngacmon pak.
që në stamazja gati, po që te këto të panjohurat që gjithmonë natyra njerëzore e kanë ngrishur për t'i njohur. Në mos për t'i njohur kanë studiuar për të arritur në përfundime dhe për të bërë ndoshta shkencëtar të mëdhenj, të cilët shojnë botën përpara. Unë them që ne kemi të rinj fantastik, pavarësisht se po jetojnë në një mjedis tjetër, të cilët nesër padyshim që do të ishin ata emrat që mund të ishin kontribuesit kryesor. Por ju e bëni shumë mirë detyrën në qoftë se i ftoni. Rinia është e bombarduar nga informacioni ndoshta. Kjo është një formë për të bërë thirrje. Pra, duke dëgjuar këtë lloj që ne themi kuriozitetin nga ana juaj, ndoshta grishen, ndoshta i tërheq pak. Sepse ka një diferencë nga Brezyn. Ne kemi pas shumë pak informacion, ishim të etur për informacion. Të janë të bombarduar nga informacioni, edhe nuk kanë shumë të vështirë që të ndajnë të vërtetën nga gënjeshtra dhe të bukurën nga shëmtuara. Dhe ajo gjë që ata kanë nevojë është besimi, që t'i themi që ju mund t'jeni nesër ata njerëz që mund ta bëni këtë gjë. Dhe unë këto jam përpjek gjithmonë ta bëj. Qoftë me studentët e mi, qoftë kur bëjmë aktivitete. Se me të vërtetë rinia jonë janë shumë të zgjuar dhe janë fantastik. Dhe është të vjen keq në qoftë se edhe më ka ndodhur rasti që është i shkëlqyer, që unë e di që ai njeri po të zhvillohet, ai bëhet një emër shumë i madh nesër, e braktisin sepse nuk kanë besim te vetja. Me qartë. Si do që tjetë responsa, unë të falenderoj vërtet për këtë bisedë të shkurtër mëngjesi dhe shpresoj që kemi ngacmuar atë domethënë fantazinë apo dëshirën e ndonjë apo dy të rinjve. Të paktën. Falenderoj shumë e dashur për këto minuta. Mirë, të dashur miq, shumë pak momente e publicitet për të rikthyer prapë në studio. Faleminderit. Okej, mirë, ora është 9:24 minuta, dashur miq. Sot është martë, dhe si çdo martë ne jemi në lidhje me kolegët tanë Deutsche Welle. Sot aty është Lindita Rapi. Lindit, përshëndetje dhe mirëmëngjes nga Tirana e vrenjtur. Edhe Gjermania e vrenjtur, mirëmëngjes nga studia e Deutsche Welles, edhe nga Gjermania që është plot me debate, me polemika për të huajt përpamjen e qytetit. Çka ka ndodhur, domethënë, ku konsistojnë debatet? Ka në fakt një polemik shumë të ndezur këto ditë në Gjermani, pasi kancelari gjerman Friedrich Merz kur foli për sigurinë dhe migracionin bëri një lidhje dhe tha kemi një problem ende në qytetet tona, po korrigjojmë gabimet e qeverisë së shkuar, po punojmë për të shtuar dëbimet në shkallë të gjerë. Dhe kjo lidhje që bëri ai me pamjen e qyteteve tona, patin madje dhe protesta kudo në Gjermani, megjithëse kancelari e saktësoi më vonë dhe tha Gjermania ka nevojë për fuqi punëtore të migrantëve, dhe ai e ka fjalën vetëm për migrantët ilegal që nuk respektojnë rregullat në Gjermani, këta përcaktojnë imazhin publik dhe i shef në stacione në pamjen e qyteteve pra e përcaktojnë. Pyesni vajzat tuaj, u drejtua Merz edhe një gazetari. Vërtet. Pra, domethënë, është Gjermania një vend me siguri. Shiko, ka një tendencë në këto kohë, në këto vite, duhet të thënë ka një tendencë të rënjes së sigurisë. Edhe një sondazh i fundit e tregon këtë që 1 në 2 persona thotë se ndjehen të pasigurt në vende publike. Madje femrat kanë shumë të tepër frikë dhe nuk e përdorin natën shpesh trafikun urban apo më njanojnë parqet në bazë të sondazheve. Por edhe migrantët nga ana tjetër kanë frikë se bëhen viktima të sulmeve në publik. Dhe vërtet që në statistikat e krimit shfaqen më shpesh migrantët apo azilantët, por ka edhe ekspertë që thonë se këto duhet kuptuar në kontekst. Për shembull, kontrollohen më shpesh edhe kur kapen ilegalisht në tren që u regjistrohet si tepër penale. Personat me pamje të huaj po ashtu denoncohen dhe më shpesh se ata gjermanët. Pra, sipas ekspertëve, shkak për kriminalitet më të lartë është edhe se shumica e të ardhura janë meshkuj të rinj. Dhe në të gjitha shoqëritë, në të gjitha kohrat, në fakt, kur ka qenë meshkuj të rinj, ata ka qenë dhe gjithmonë përqindja e kriminalitetit. Në fakt, cilët janë emigrantët që kryejnë më shpesh veprat penale? Kjo është pyetje me spec në fakt, sepse varet se ku e qysh dhe duhet parë me kujdes, por një statistikë e fundit për shumë e 2023 kanë nxjerrë në krye migrantët e rinj, sidomos nga vendet afrikano-veriore, Algjeri, Marok, por edhe nga Gjeorgjia. Por sipas statistikave në përgjithësi nuk është se vendi nga vjen ti, siç thuhet në disa media sociale në Gjermani ndonjëherë të përcakton dhe je kriminal apo jo, domethënë një konkluzion shumë absurd. Po sipas statistikave, azilkërkuesit pa perspektivë dhe që ndodhen para dëbimit janë ata që bëjnë dhe vepra penale më shpesh, ata janë pa perspektivë, pa para, pra
kuptohet që dihet shkaqet e krimit lidhen gjithmonë me varfërinë dhe me papunësinë, pra po nuk është e thënë patjetër se një migrant është kriminal, por rrethanat edhe të detyrojnë dhe mungesa e perspektivës. Ndërkohë flitet pa dashur të justifikosh veprat penale, po. Qartë. Ndërkohë flitet, nuk e di, e pash në një kronik, s'majmën ku e pash, se Gjermania do bëjë sirianët. Domthon, sa sirian ka Gjermania? Po. Ka shumë sirian dhe kjo ndodhi në fakt edhe pati një përplasje mes vetë kancelarit dhe ministrit të tij të jashtëm, sepse kancelari doli dhe tha lufta civile në Siri ka mbaruar, nuk ka më shkak për të mbajtur qindra mira sirian, ndërkohë që ministri i jashtëm gjerman Vadepul kur ishte në Siri pa shkatërrimet aty dhe i prekur ato shkatërrime tha është më e shkatëruar Siria se Gjermania në 45-ën, kështu që nuk kthehen dot sirianët për një jetë me dinjitet aty. Dhe pati këtë përplasje. Sirianët aktualisht përbëjnë grupin më të madh pas njerëzve nga Turqia dhe Ukraina dhe në gusht të këtij viti kishte mbi 950.000 sirianë në Gjermani. Ka shumë që janë stabilizuar me punë. Gati 1 milion po. Ka shumë që janë stabilizuar me punë dhe japin kontribut në ekonominë gjermane, por ka edhe një pjesë tjetër që nuk është edhe aq e integruar. E qartë, po tani. Por Gjermania, nëse do t'i kthej, do të kthej ata që kanë kryer vepra penale për të kthyer në mënyrë masive, nuk besoj se do të ndodhë kjo gjë, sepse ka dhe partnerin social-demokrat që do ta kundërshtonte. E qartë. Dhe si në çdo debat, domethënë ka lloj analizash dhe justifikimesh apo alibish. Ku mes tyre flitet që Gjermania do të bëjë sirianët. Dakor. A ka lidhje ky debat ndoshta me problemet ekonomike? I shkon mendja dikujt, për shembull. Po s'ka hallë që Gjermania dhe atje. Gjermania në këto vite po, Gjermania në këto vite e kemi folur dhe në lidhjet tona, kemi biseduar për këtë gjë, ka probleme ekonomike dhe është në një multikrizë, le të themi. Por në radhë të parë, qeveria e koalicionit po punon për vendosjen nën kontroll të migracionit, edhe për dy arsye që janë shumë të qarta. Dhe sipas ekspertëve, komunat gjermane që mbajnë barrën e migrantëve drejt për drejt janë në limitet e kapaciteteve të tyre dhe ato thonë nuk mundemi më, sepse nuk e arrim dot integrimin. Dhe nga ana tjetër, në Gjermani shënon rritje partia pjesërisht ekstremiste e djathtë AfD dhe kjo shkakton shqetësim partive të tjera. Ka dhe një pjesë në popullsi në Gjermani që thonë migrantët kur vinë hyjnë në sistemet tona sociale dhe ky është problemi më i madh, sidomos në kohë Gjermanisë kur sistemet sociale të Gjermanisë janë vërtet në krizë, sistemi i sigurimit shëndetësor, sistemi i pensioneve dhe bën reformat më të mëdha. E qartë. Nëse vend pa hallë s'ka, ky ishte domethënë debati pak a shumë që mbizotron më tepër këtë javë, le të themi, këto kohë në Gjermani. Po, është një debat që po përcakton vërtet politikën në këto ditë në Gjermani, pavarësisht debateve të tjera kryesisht për reforma dhe debateve politike. E qartë. E dashur një falenderoj shumë për të informacione. Përshëndetje dhe të fala gjithë kolegëve atje. Falenderoj dhe unë. Rrofshi dashur, faleminderit. Mirë, të dashur miq, ishim në lidhje me kolegët tanë Deutsche Welle, sot aty ishte Linda Rapi. Ne vijojmë dhe minutat e metra. Mrekulli fare. Në rregull atëre, është momenti ynë tani historik që ne të jemi me Armanin ton të Myzeqes. Armani Myzeqes. Është Xhubiriku apo ke pasur? Mirë mëngjes nga Myzeqeja. Sigurisht që do marrim Myzeqeja të reja, sepse sezoni, domethënë sezoni i ri që ishte. Ta gëzosh. Një dimër i ri dhe patjetër që dale tash pak të reja. Si deri nga mbrapa, dale. Është vëllonja. Shumë bukur. Ta gëzosh. Faleminderit. Ky ishte investimi yt apo investimi i prindërve? Investimi im patjetër. Dhe sa e morëm? Dhe që e nisë sa e morëm? Po, 60.000 lekë të vjetra. Ka sa shtrenjtë që janë rritë çmimet? Po, janë rritë çmimet, domethënë edhe cilësia dhe domethënë 60.000 lekë cilësi, bravo. Po firmato apo besoj? Po, firmato. Me thënë të drejtën nuk është e pash nga firma, sepse unë kam thënë, domethënë cila kompani ka bërë të? Me thënë të drejtën duhet parë etiketa, duhet parë. Po ti një minutë ti e bleve për parë. Nuk ka logo, domethënë pikërisht nga kjo më pëlqeu që s'ka logo. S'ka gjë, e qartë. Po, është thjesht. Besoj në dyqan, ë? Po, patjetër. Mirë, në rregull. Ta gëzosh zogu. Edhe të shkon shumë. Rrofshen qofsh. Kombinon me çatin mbrapa. Duhet shumë bukur. Po, perfekte. Duhet me çatin me dritare, domethënë që kanë atë qepenin e tyre ka. Po, e vërtet. Ora si u kthimi se që jam ose në autove me xhupin. Po
kohët që të ndodhin. Mësëqe u kthi mirë në fakt, banor të mësëqes ka filluar që orët e para të mëngjesit të grindë pak me njëri tjetrin, sepse siç ka ndodhur me një banor të mësëqes, e cili është grindur me shokun e tij, sepse pa dashje shoku i ka djegur ballat e barit, dhe kjo ka bërë që të grinden dëngjet, pra ballat e barit të jonxhës. Dëngjet. Po, dëngje, po balla i thonë, domethënë në gjuhën letrare, kurse dëngje për shembull dhe janë sa që në gjuhën letrare quhet balla. Balla bari. Po pra, balla bari. Ndërsa në gjuhën letrare quhen dëngje ose kapule, po. Me b, balla, b. Po pra, me b, po. Mirë. Shumë kabinda. Dhe po pra që u glinde me njëri tjetrin, edhe sepse zotëria në fakt shkoi për të kërkuar falje dhe tha shiko sta se se vendsojmë, vim disa të tjerë kështu më radh. Jo, mirë. Mirë, po zotëria sa që ma ka bërë për inat, nuk ma ka bërë pa dashje ashtu siç thua, sepse normalisht mund të vesh ti aty edhe të bësh këtë gjë. Mirë, po nga këmbgulja e tepërt, zotëria ka ikur dhe ka thënë që e ka çuar traktorin me duke zëvendësuar dëngjet, edhe normalisht që nuk e ka folur më. Ore ti e bërë oligark, ë? Po. Po që ti investim se po mi mesazh tani. 60.000 lekë xhupin, ku gjen lekët e vëlla? Bravo. Sa ishte xhupi ba? 60, apo jo? Po bra. Mashallah. Keni lekë jo burr, keni lekë pa aq. Po se. Pa mirë shumë. Jo shumë mirë shkon shumë, prandaj thash. Po çfarë ka me oligarki më vonë? Po me keni lekë burr. Po kemi lekë. Po patjetër tani po dove do kesh lekë burr. Si? E marr vesh. Domethënë, sot festonin dhe kujtonin në gjë apo hiç? Apo merri me xhupin sot? Po, sot jo, me xhupin, me thënë drejtën s'po merr me xhupin, por nga që më pyete normalisht po të përgjigje. Tani, por disa e veshe e përbën lajm. Lajm botror. Bilet mund çevi lajme do vija Trumpin sigurisht deklaratën atij, pastaj investimin tënd për ç'i ke bërë. Nëse. Pra, po thua që ditën e sotme kujtojmë aktoren e minjor amerikane Demi Moore, e cila feston 63 vjetorin e saj. Sa më 63? Po, u bë 63, pavarësisht se nuk si ka ndikuar Demi Moore në mëzëqe? Me thënë të drejtën, Demi Moore ka ndikuar pozitivisht, sepse duke luajtur dhe filmat aksion të saj që ka treguar atë vajzën trimresh, atë vajzën që i del përballë atyre situatave të ndryshme. Trimresh, filma burr tani. Po, film, po disa njerëz thënë dashur pa dashur i marrin dhe si mësim, i marrin dhe si një lloj le të themi një lloj teorie që pse Atëre, cili prej filmave të Demi Moore është bërë mësim për ty? Për mua, nuk është se është bërë mësim, po një filma për shembull që kujtoj unë, kujtoj për shembull Mr. Brook, që ka luajtur Demi Moore. Po. Për çfarë flet? Aty për shembull një pjesë më kujtohet tani, mbaj mend që kur i rrëmbyen Demi Moore, ishte ajo që edhe pse vajza domethënë donte ta prangoste dhe një sotri donte ta prangoste dhe vajza e drejtonte automjetin, ajo arriti që të shpëtonte të dyve, duke bërë kështu edhe pse u bë pak rrëmuj në qytet, po. Ore. Po filmin Propozimin për shembull? Po bëj kopa e parë me thënë të drejtën. Po më një herë ta shohësh, s'ka nevojë ta shohësh 100 herë. Po, ka më modalitet, të rishikosh një film. Edhe për shembull edhe Harry Potterin, po që mund ta kem parë shpesh, po të shikosh pjesët i ngatron nga njëra tjetra duke qenë se nuk e ke parë. E kuptoj. Pra. Normalisht duhet jo vetëm nga titulli, duhet ta kujtosh në një herë, duhet të shikosh pak. Tani me Demi Moore do shtyni gjithë ditën sot? Në thënë të drejtën, jo, sepse kemi dhe një lajme të bukur nga Mëzëqeja, kemi dhe ardhin e emigrantëve, ka filluar të vinë emigrantë në Mëzëqe, dhe po çfarë duan ata që vinë? Po, përgjithsisht ka nga ata, domethënë se çka ndodhur me një djalë i cili është kthyer dhe ka thënë që do investojë në Mëzëqe dhe nuk do ikim më. Mos ja fut Kozebe. Po, pra kështu është shprehur dhe kur i kanë bërë pyetje, domethënë pak më përpara, me thënë të drejtën, ai tha që pse jo, tha të hap një biznes timin me që bëhen dhe ta mësojmë këtu.
Edhe besoj që do ketë dhe punë të ardhura. Tha dhe jam afër prindërve dhe familjes, sepse andej normalisht nuk është shumë e mundshme ardhja kur duhet. E qartë. Mirë më shoku, mirë, na kënaqet, ta gëzo Xhupin, na ngeli mendet e Xhupit, shumë bukur e ka. Do të bëj dhuratë më por. Jo, faleminderit, jo, më pse dhuratë që ke për gjithë investim. Nga që të ngeli fiksim më por, edhe për të hequr fiksimin. Jo, faleminderit. Jo, ma haxho lekët kot, gjithë lekë, 60.000 lekë Xhup. Shkosh triu pak tani, të dashur miq, me Xhupin e Nit Armanin mbyllim programin për ditën e sotme, duke ju uruar gjithëve shëndet, mbarësi, kalofshi mirë dhe me kismet Zotit, dëgjohemi e shikojemi sërish nesër në 7 pa 1 minutë. Tung.